Sot kam nderin dhe kënaqësinë që në emër të Kuvendit Komunal dhe të qytetarëve tonë të mirëpresim një mik të vërtetë të popullit tonë, zotin Stipe Mesić. Ish president i Republikës së Kroacisë, një figurë me peshë historike në ndërtimin e paqes, demokracisë dhe miqësisë mes popujve tonë. Nuk është e lehtë të gjendë fjalë për ta përshkruar një mbështetës që në momentin më të rëndësishëm për rajonin tonë dhe për vetë Republikën e Kosovës ka qenë i fuqishëm për drejtësi, njohje dhe përkraje të barimeve demokratike. Sot Gjilani shpall zotin Mesić qytetar deri, si një vlerësim simbolik, por me peshë të thellë njerëzore e institucionale për kontributin e tij të çmuar në promovimin e çështjes së Republikës Kosovës në arenën ndërkombëtare për përkushtimin ndaj paqes dhe bashkëjetesës në Ballkan. Me zotin Mesić, ne kemi pasur fatin të bashkëpunojmë me ju, të e njohim jo vetëm si një lider të guximshëm, por edhe një njeri me vlera të mëdha njerëzore. Personaliteti juaj është frymëzim për brezat e tanishëm dhe brezat e ardhshëm. Po ashtu le të mos harrojmë edhe lidhjen tuaj e tonën të veçantë me aktivistin e çmuar zotin Idris Sulejmani, me të cilin kemi bërë përpjekje të përbashkëta për ta sjellë zotin Mesić në Gjilan. Falenderoj gjithashtu edhe zotin Kujtim Sadriu, një mik i përbashkët i yni, i cili dha kontribut shumë të madh për organizimin e kësaj ngjarjeje sot. Në emër të qytetarëve të Gjilanit, ju falenderoj për gjithçka që keni bërë për ne dhe për Republikën tonë. Mirë se veni në Gjilan, në qytetin tashmë ku edhe ju jeni qytetar i komunës sonë. Faleminderit. Tani ftoj këshillarën Zotëri ta bëj Gresa Partiut ta bëj moderimin e pjesës tjetër, kur do pjesë ka. I nderuar zoti Stipe Mesić, ish president i Kroacisë dhe mysafir i nderuar i komunës së Gjilanit. I nderuar kryesues i Kuvendit Komunal, zoti Kushtrim Kadriu. I nderuar kryetar i komunës së Gjilanit, zoti Alban Hyseni. Të nderuar kryetar dhe përfaqësues të partive politike. Të nderuar përfaqësues të organeve të sigurisë. Të nderuar përfaqësues të institucioneve fetare. Të nderuara organizata të dala nga lufta, familje të dëshmorëve. Antar të nderuar të Kuvendit Komunal të Gjilanit, antar të ekzekutivit komunal, të nderuara media, të dashur qytetarë. Sot kemi nderin të mbajmë një seancë solemne me një rëndësi të veçantë për komunën tonë. Me nderin më të madh, ju mirëpres të gjithëve në këtë takim të veçantë, ku do të nderojmë një personalitet të shuar dhe me këtë vërtetë të rajonit tonë. Zoti Stipe Mesić, ish president i Kroacisë, është një udhëheqës i njohur për kontributin e tij të jashtëzakonshëm në ndërtimin e paqes, demokracisë dhe bashkëpunimin ndërkombëtar në Ballkan. Angazhimi i tij për promovimin e vlerave demokratike dhe respektit të ndërsjellë ka qenë një shembull frymëzues edhe për ne në Gjilan. Për këtë arsye, sot do ta shpallim qytetarën deri të komunës së Gjilanit, si shenjë mirënjohje dhe respekti për miqësinë dhe mbështetjen që ka treguar ndaj komunitetit tonë. President Mesić, dobrodošli u Gjilan. Në këtë ditë të rëndësishme, dua gjithashtu të uroj me zemër të gjithë qytetarët e Gjilanit me rastin e festës së Kurban Bayramit. Qoftë kjo festë burim paqeje, harmonie dhe begatie për të gjitha familjet tona dhe për të gjithë komunitetin tonë. Tani fjalën i kaloj të parit të komunës, zotit Alban Hyseni. I nderuar president Mesić, të nderuar të pranishëm, të nderuara familjet të dëshmorëve, të nderuar veteranë dhe invalidë të luftës, nderuar komandant Ahmet Isufi, komandant Shevket Musliu, të nderuar përfaqësues partive politike, përfaqësues nga Policia e Kosovës dhe Forca e Sigurisë Kosovës, të nderuar përfaqësues të institucioneve, të dashur miq. Sot padyshim që është një ditë e veçantë për gjithë ne, sepse kemi nderin që të shpallim qytetarën deri, një njeri që ka lënë gjurmë të thella në historinë politike dhe njerëzore të rajonit tonë. Ky akt simbolik në thelb të tij është një falënderim i thellë
një mirënjohje publike për një burg shtetas që nuk ka kuptuar lirinë si privilegj kombëtar, po si të drejtë universale. Historia jonë e shqiptarëve dhe e kroatëve është e mbushur me periudha të vështira dhe sakrifica të përbashkëta, por edhe me çëndresë ndaj padrejtësisë. Në rrugën tonë drejt lirisë dhe pavarësisë, kemi ndarë shumë dhimbje, por edhe shpresë. Kemi ndarë luftë, por edhe besim në të ardhmen. Na ka bashkuar jo vetëm gjeografia dhe historia, por mbi të gjitha ideali për liri dhe drejtësi. Në këtë rrugë sfiduese, Kroacia dhe shqiptarët kanë qenë krah njëri tjetrit. Dhe ndër zërat më të fuqishëm në mbështetje të kësaj lidhje të natyrshme ka qenë zoti Mesić. Si president, si politikan, por mbi të gjitha si njeri me ndërgjegje të thellë demokratike, ai ka ngritur zërin për të vërtetën, për drejtësinë dhe për popujt që kanë luftuar për dinjitetin e tyre kombëtar. Zoti Mesić nuk ishte i heshtur kur populli shqiptar kalonte në periudha të errta, sidomos gjatë luftës në Kosovë. Ai qëndroi përkranesh në momente kur fjala e drejtë kishte vlerë të veçantë. Në kohën kur shumë të tjerë qëndronin të paangazhuar e të heshtur, ai zgjodhi të mos qëndrojë indiferent. Qëndrimi i tij ishte i qartë dhe i guximshëm. Populli shqiptar meritonte të drejtën për të jetuar i lirë në paqe dhe në sovranitet të plotë. Përveç mbështetjes politike, ka qenë edhe një ndër ndërtuesit e urave të miqësisë mes shqiptarëve dhe kroatëve. Ai ka ndihmuar në forcimin e bashkëpunimit ndërmjet vendeve tona, duke i dhënë marrëdhënieve tona një karakter të veçantë. Atë të aleancës së sinqertë mes dy popujve që ndajnë histori të përbashkët dhe që shohin të ardhmen në partneritet evropian. Zoti Mesić është një model i politikanit me vizion, i liderit që vendos interesin e popullit mbi interesin personal apo politik. Ai është dëshmi se burgshtetasit i vërtet nuk matet vetëm me postet që ka mbajtur, por me ndikimin që ka lënë tek njerëzit, me vlerat që ka mbrojtur dhe me të mirën që ka bërë për te kufimit të shtetit të tij përmes dalave. Ne, shqiptarët, kemi shumë veprimtarë të shuar. Njëri prej tyre, profesor Kshin Hoti, e shete politikën si mjet të domosdoshëm për realizimin e lirisë kombëtare dhe njerëzore, ndërsa lirinë e konsideron të themelin e qenjes shqiptare dhe të drejtës për vetëvendosje. Ai besonte se pa vetdije politike dhe bashkim kombëtar, shqiptarët nuk mund të realizonin lirinë e tyre të plotë. Ndërsa veprimtari tjetër i shuar, Adem Demaçi, e kuptonte politikën si përkufizim ndaj të vërtetës dhe drejtësisë, duke e parë lirinë si vlerën më të lartë njerëzore për të cilën ia vlen të sakrifikohet gjithçka. Ai ishte zëri i ndërgjegjes shqiptare që përmes qëndresës paqësore kërkonte barazi, dinjitet dhe çlirim për popullin. Pra, siç edhe e biseduam në takim, kur arrihet liria, e cila është qëllim final dhe ishte qëllim final i popujve tonë, liria është ajo njëjta që vazhdon të jetë aktuale sepse tashmë liria vazhdon të mbrohet dhe të shfrytëzohet si mjet për zhvillim. Pra, nuk është vetëm qëllim final, por edhe mjeti jonë më i rëndësishëm për zhvillimin e popullit tonë. Sot, në këtë ditë të veçantë, nuk mund të harrohen edhe shqiptarët që kanë luftuar krah popullit kroat në luftën për liri. Ndërta, çdo vit përkujtohet Samet Bogojevci dhe Fadil Saliu, dy dëshmorë të kësaj ane të kësaj treve, që për qytetarën deri do ta kenë tashmë në qytetin e tyre edhe presidentin Mesić. Prandaj sot, me respekt të thellë dhe ndjenjë të sinqertë mirënjohje, shpallet zoti Shtipe Mesić qytetarën deri i Gjilanit. Ky nuk është një nder vetëm për presidentin, por është nder edhe për ne, sepse ju kemi mik, sepse kemi qenë bashkë në rrugët e vështira dhe sepse ndajmë të njëjtat vlera bashkërisht. I nderuar president, ju falenderojmë për gjithçka që keni bërë për popullin tuaj dhe për popullin tonë. Sot ju bëni pjesë e pandashme e kësaj toke dhe këtij qyteti që ju nderon me zemër të hapur. Mirë se vini mes nesh si mik dhe si qytetar nderi. Ju falenderoj. Faleminderit për fjalën tuaj kryetar. Tani ftoj për një fjalë rasti shefin e grupit të këshilltarëve të LDK-s, zoti Abdul Aliu, i cili do ta paraqes edhe propozimin e seancës së sotme. Presidenti Mesić, kryesuesi i kuvendit, kryetari i komunës, nderuari Ardri Ismaili,
familjet të dëshmorëve, përfaqësues të shoqatave të dalë nga lufta, përfaqësues të institucioneve qendrore dhe lokale dhe të gjithë të tjerët të pranishëm. Pas nderimit me çmimin qytetar nderi të presidentit të Shqipërisë, zotit Bajram Bekaj, LDK në Gjilan, bashkë me kryesuesin zotin Kushtem Kadriu, vazhdojnë që të sillen Gjilane meq, duke ndëruar kështu jo vetëm Gjilanin. Po filloj me një thënie të presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova, se shtëpia nuk mbahet pa meq. Për ta vazhduar edhe me një thënie nga tradita shqiptare, se kur të vjen miku në shtëpi, shtëpia është e mikut. Andaj, zoti Mesić, ndihoni se në shtëpinë tuaj. Jam jashtëzakonisht i nderuar dhe i lumtur që në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës në Gjilan dhe të kryesuesit të Kuvendit Komunal zotit Kadriu të paraqes para jush arsyetimin për konkretizimin e iniciativës tonë që të shpallim qytetar nderi të komunës së Gjilanit zotin Stjepan Mesić. Në cilësinë e presidentit të fundit të ish Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë dhe presidentit të fundit të Kroacisë nga epoka e pas luftës së ftohtë, zoti Stjepan Mesić ka dhënë një kontribut të zakonshëm në mbështetjen morale dhe politike për popullin e Kosovës gjatë periudhës së luftës 1998-99, duke u shprehur publikisht për të drejtën e shqiptarëve për liri dhe për vetëvendosje. Avokimin në arenën ndërkombëtare për pavarësinë dhe njohjen e Kosovës si shtet i pavarur dhe sovran. Qëndrimet e tija të qarta kundër krimeve të luftës dhe regjimeve autoritare në Ballkan, ku ai shpesh dhe ka denoncuar publikisht gjenocidin në Kosovë dhe në Bosnjë. Për krajen e paqes dhe bashkëpunimit ndëretnik dhe ndërkombëtar në rajon, duke promovuar një frymë të re të fqinësisë së mirë në mes shteteve të Ballkanit Perëndimor. Kontributin për forcimin e lidhjeve ndërmjet Kroacisë dhe Kosovës, si dhe mbështetjen që shteti kroat ka dhënë në procesin e ndërhyrjeve ndërkombëtare dhe në integrimin euroatlantik të Kosovës. Shpallja e zotit Stjepan Mesić, qytetar nderi Gjilani, do të ishte një akt mirënjohje institucionale ndaj një personaliteti që ka mbajtur një qëndrim të guximshëm dhe të drejtë në mbrojtje të drejtave njerëzore dhe lirisë së popujve, përfshirë edhe qytetarët e komunës së Gjilanit, të cilët kanë qenë pjesë e drejtë për drejtë e rezistencës për liri demokraci në Kosovë. Ky akt është një shprehje mirënjohje publike nga qytetarët e Gjilanit për një mik të dëshmuar të lirisë, demokracisë dhe bashkëjetesës së popullit. Mirë se ka zoti Mesić dhe urime. Faleminderit për fjalën tuaj, zoti Aliu. Tani për një fjalë rasti ftoj shefin e grupit të PDK-s, zoti Bujar Lozani. Poštovani gospodine Stjepan Mesić, dobrodošli u vaš Gjilan. Qelës i mbylljes së Jugosllavisë dhe hapës i çlirimit të pavarësisë të shteteve të ish Jugosllavisë, po edhe të Kosovës. Jam shumë i nderuar sot që t'ju përshëndes dhe të dëshiroj mirëseardhje në emër të Partisë Demokratike të Kosovës, partisë së liderit të ushtrisë tregtare të Kosovës, zotit Hashim Thaçi. I nderuar kryetari i komunës, të nderuar i komandant Kërmëzer Asemi, i nderuar komandant Ahmet Isufi e Shefqat Musliu, i nderuar në kryetari i degës së LDK zoti Arber Ismaili, i nderuar kryetari i degës zoti Riad Rashidi, të nderuar këshilltar, drejtar, familje të dëshmorëve, të invalidëve, ju veteran dhe ju të gjithë të pranishëm. Sot kemi nderin dhe privilegjin që të jemi dëshmitar të një momenti të veçantë në jetën publike dhe institucionale të komunës së Gjilanit. Shpalljen qytetar nderi për një personalitet të shquar të politikës dhe diplomacisë ndërkombëtare
ish presidentin e Kroacisë, zotin Stjepan Mesić. Prandaj, në emër të grupit të këshilltarëve të Partisë Demokratike të Kosovës, e përgëzojmë këtë vendim të merituar dhe simbolik, që është jo vetëm nder për zotin Mesić, por është edhe një kujtesë për të gjithë qytetarët tanë mbi rëndësinë e ndësisë, solidaritetit dhe përkrajes ndërkombëtare në momentet më të vështira të historisë së Kosovës. Zoti Mesić ka qenë një zëj fuqishëm dhe i drejtë në mbështetje të drejtës së popullit të Kosovës për liri, pavarësi dhe dinjitet. Ai ka folur hapur kur shumë të tjerë kanë zgjatur të heshtin, kanë ndihmuar kur të tjerët kanë hezituar, dhe për këtë respekti ynë është i përhershëm. Marrëdhëniet mes Kosovës dhe Kroacisë janë të shkëlqyer dhe figura si ajo e zotit Mesić janë ura të forta të kësaj miqësie. Ne besojmë se kjo shpallje, si qytetar nderi, do të mbetet një simbol i përhershëm i mirënjohjes sonë për kontributin e tij, por edhe një shtytje për bashkëpunim të mëtejshëm mes dy popujve tanë. Zoti Mesić, Gjilani sot ju hap jo vetëm dyert e institucionit, por edhe zemrat e qytetarëve të vet. Mirë se vini edhe një herë në familjen tonë të gjerë. Ju faleminderit. Faleminderit për fjalën tuaj, zoti Nevzati. Tani për një fjalë rasti për shefin e grupit të AK, zotin Azem Kakica. I nderuar president Mesić, i nderuar kryetari i komunës, kryesues, komandanti Sufi, komandant Bosliu, ish deputete zonja Bunjaku, përfaqësues partive politike, trendit e sigurisë, organizatat të dalën nga luta, të nderuar dhe të respektuar kuvendar e qytetar të Gjilanit. Me nder të veçantë, sot marr fjalën në emër të Aleancës Paramarinë e Kosovës për të përshëndetur një vendim të merituar dhe domethënës shpallje qytetar nderit të komunës sonë, një figurë të madhe të politikës evropiane dhe një mik të vërtet të shqiptarëve, zoti Mesić. Zoti Mesić është një figurë madhore e politikës rajonit dhe Mëxher, si një shtetar që punoi dhe për paqë, drejtësi dhe stabilitet. Po, për ne shqiptarët, ai ka një vend të veçantë në zemrat tona. Kontributi i tij arzakonshëm për të drejtat e shqiptarëve, veçanërisht gjatë luftës në Kosovë, është i paharruar. Ai ngriti zërin kur shumë të tjerë zgjohen heshtjen, ai dëshmoi kundër regjimit kriminal të Miloševićit dhe kudo mbrojti të drejtën e shqiptarëve për liri dhe dinitet. Ky nderim sot është më shumë se një formalitet, është një shenjë mirënjohje për një mik të sinqert dhe të gëzimshëm të popullit tonë. Angazhimi i presidentit Mesić nuk është i kufizuar vetëm në fushën politike. Ai ka dëshmuar një prani të fuqishme edhe në jetën kulturore, artistike dhe letrare. Nga botimi i librit të tij Ka kosmos rushili Jugoslaviu, apo si rrëzuam Jugoslavinë, e deri tek pjesëmarrja e tij simbolike në filmin Visoka modna napetost i regjisorit të madh Shovagović. Pra Mesić me këtë e ka pasuruar figurën e tij publike me dimensionin njerëzor të butë e shpirtëror. Ky angazhim e bën atë një simbol jo vetëm të një lideri shtetëror, por edhe të një njeriu të paqes, reflektimit dhe krijimtarisë. Vlera këto që për ne shqiptarët përbëjnë vërtytjen më të lartë. Kjo është ajo që e bën presidentin Mesić më shumë se një mik të shqiptarëve, e bën një zë të njerëzorës
në kohë sfidash, një urë bashkimi në vend të ndarjes. I nderuar President Mesić, në shenjë mirënjohje për përkushtimin tuaj jetësor ndaj paqes, dialogut dhe vlerave njerëzore, ju urojmë një jetë të gjatë dhe të lumtur, të mbushur me shëndet, respekt dhe miqësi të qëndrueshme mes popujve tanë. Faleminderit shumë. Faleminderit për fjalën zoti Gangica. Tani ftoj kryesuesin e Kuvendit Komunal, zoti Kushtem Kadriu dhe kryetarin e komunës së Gjironit, zotin Alban Hyseni, që ta bëjnë ndarjen e shmikut. Gjithashtu ftoj pjesëtarët e Forcës së Sigurisë Kosovës që ta sjellin shmikun. Dobar dan svima. Leje se të vëjnë. Meritat të gjithave, Bajram Muharrem olsun. Sparikëroj festën e Bajramit, Bajram Muharrem olsun. Zahvaljujem se prije svega inicijatorima koji su me se sjetili za ono što sam do sada radio. Spari e falenderoj iniciatorëve të cilën nuk më haruan për atë që kam bërë deri më sot. Zahvaljujem ovom visokom domu da je podržao taj prijedlog i da mi je dato ovo priznanje. E falenderoj gjithë shqiptarët, e falenderoj gjithë komunën për këtë dhuratë dhe nder që më kanë bërë. Čovjek kad radi poslove koji se tiču drugih, kad radi poslove koji se tiču ljudi, onda je to velika odgovornost. I ja računam da sam u svom poslu bio odgovoran. Njeriu kur bon dhe punon për çështje të tjera, për çështje të popujve, atëherë tha unë ndi vetveten, jam qëm i kënaqur dhe që kam meritu këtë gjë që kam bërë deri sot. Znate, kad sam ja bio na prvoj godini studija, moja sestra se udavala u Francuskoj, jasno za Francuzov. Në vitet e para të me shkollës mesme timen, motra ime u pat martu në Francë për një frances. U svadbi su bili predstavnici raznih stranaka. Republikanci, narodnjaci, degolisti, jako puno stranaka. Atëherë për hitë shenjës time që isha atëherë njohur, kanë pas në darsën, kanë qenë prezente të gjithë partit politike që ishin Francë atëherë. A ja sam došao iz Jugoslavije, meni je bilo poznato samo oni zborovi birača, zborovi radnih ljudi, ali nisam poznavao funkcioniranje društva gdje ima više stranaka. Mirë, po unë atëherë si i ri, kur erdha atëherë i shifsha, unë kam të gjuhë, vetëm se si atëherë të ri punojnë, e bojnë mirë, po nuk e disha që ka edhe parti të ndryshme me një vend ku zgjidhen për gjithë popullatës. Pa sam ja s njima u razgovoru rekao, pa dajte ljudi meni objasnite kad vi imate nekakav zbor radnih ljudi, kad imate zbor birača i tako, kako vi to organizirate kad imate puno stranaca? Mundani me më tregu ju se si ju kur atëherë keni të rinj që janë për punë, të rinj për zgjedhje, atë si ka mundësi që ju organizoheni kur keni sistemin shumë partijar. Onda su to oni meni jednostavno objasnili, tako da sam bio kasnije upućen kako
taj zapadni svijet funkcionira. Atëherë unë fillova me mësu se si perëndimi funksionon në sistemi shumë partijak. Rekli su jednu rečenicu, a to je svaka stranka će organizirati svoj sastanak. Atëherë thjesht më thanë, secilja parti organizohet për vetveten e vet. Građani će se izjašnjavati za ovu ili onu stranu. Atë qytetarët do të mendojnë dhe do të rinë njëni në anën e vet, njëni në anën e vet. A vodstvo stranaka će po mogućnosti povoditi želje građana i na taj način dobiti podršku birača. Edhe që ju thjesht punon më tepër popull, edhe kur da punoj për popullin, atëherë popullata ka me përkrah për udhëheqjen e qeverisë. Evo ovo malo vremena što sam ja ovdje s vama, vidim jedno interesantno funkcioniranje. Unë për një kohë shkurt që jam sot me ju, po shoh një funksionim të ndryshëm. Vi imate više stranaka, Ju keni shumë parti, imate odgovornost prema svojim strankama, keni përgjegjësi ndaj partive tuaja, ali najveća je odgovornost prema građanima. mirë po më tepër duhet të interesoheni për qytetarët. Ali kad ja vidim ovaj tako krasno uređen grad, on je mene iznenadio. Kur e shoh sot me vërtet jam befasuar, kur e pa qytetin tuaj sot të rregulluar dhe të ndërtuar. Sam grad me iznenadio jer je on prekrasan. Još samo treba malo uređenja i to će biti za primjer gradovima koji dobro funkcioniraju. Vetëm edhe pak më tepër gjelbrim të keni nëpër qytet, pak fasadën me rregullu dhe sigurisht do të jeni një ndër qytetet më të bukura. Zato mi je drago da sam u ovom lijepom gradu, u ovom gradu u kome građani donose odluke, da sam dobio jedno priznanje. Kam knarësinë sot që jam në qytetin tuaj dhe kam knarësinë që jam me këtë popull këtu, të cilët më kanë nderu me një çmim të lartë. Želim građanima puno uspjeha, želim njihovim strankama da budu uvijek na strani građana. I falenderoj gjithë popullin këtu dhe i falenderoj gjithë partive që spari të jenë për popullin. Ja sam sada prvi puta ovdje, ali moram vam priznati, ali ne zadnji puta. Unë po ju jasë që e ka parë tu, po në sigurimi do të jenë për herën e fundit. Vi ste rekli, ovo je i moj grad. Ta është ta që është identiteti. Dobro da ja ne dužim, dosta ste čuli govora danas. Unë nuk dua që hum kohë shumë i ndëgjua gjithë fjalimet që thanë antarët e partive politike, përfaqësuesit. Ali svijet je danas jako razbarušen, da tako kažemo. Them që, si që dini vetë, që gjithë bota sot është diçka e gjithë e hallakatë. Trazuar. Ujedinjene nacije su formirane zato da rata više ne bude poslije Drugog svjetskog rata. Mbas luftës së botërore u formua në UKB-ja që mos ketë luftë. Ali ako otvorite novine, vidjet ćete koliko se ratova danas vodi u svijetu. Mirë po kur t'i hapi gazetat, e shifni se sa lufta sot në këtë kohë bëhen në botë. Žalosno je da su Ujedinjene nacije po strani kada treba utvrđivati mir na ovoj zemlji. Është interesante që OKB-ja është shumë i çuditshme kur duhet të mbaje paqe në botë. U ovim dosadašnjim ratovima isprobano je sve konvencionalno oružje. Do thënë në gjithë të lufte që e bë, të gjitha armët i kanë provu se si shkatrojnë.
osim nuklearno. përveç bombës nukleare. Ja se nadam da nuklearno i neće biti isprobano. Unë besoj se bomba nukleare nuk do të provohet, I do të përdoret. da će svijet pronaći modele kako da se zaustave dosadašnji ratovi, a da se ne formiraju novi. Që bota do të kuptojë dhe do të punojë që mos ketë lufta më tjera dhe të ndalje të gjitha këto lufta që bëhen tash. Vi ste ovdje orijentirani na mir, orijentirani ste na razvoj svoga grada, na razvoj svojih profesija i ja vam želim u tome puno uspjeha. Ju jeni për shok popull I paqes, punoni për paqen dhe ruani vendin tuaj. Vodstvu ovoga grada, građanima ovoga grada želim puno uspjeha. Hvala vam. Zhjelte të komunit, shkotin I Zidani, I të shkërën shumë Pas fjalës së presidentit shkollës të mbyllet seancë, fitoni për fotografitë.